Ka një tjetër pyetje që në barikadën e atyre që refuzojnë idenë e ekzistencës së Zotit ose që arrin deri në përqeshje dhe në përçmim të njerëzve që i referohen Zotit, është një nga armët që me cilën manipulohet më shumë, dhe është ajo pyetja, po çfarë është ky Zot që paska gjithë fuqinë të vendosë për ne, edhe lejon të ndodhin masakra nga më të tmerrshmet. Si mund ta lejojë Zoti Holokaustin, si mund ta lejojë Zoti genocidin, pastrimin etnik etj. Ose si mund të lejojë Zoti që një prind të humbi fëmijën e kështu me radhë. Si i përgjigjet një njeri besimit kësaj duke konfirmuar besimin, jo duke justifikuar besimin. Problemi i justifikimit perëndis, se kështu i quhet termi që themeloi Leibnizi, theodise. E shkruajti në frëngjisht sepse librin e shkruajti në frëngjisht në atë kohë, për t'u përgjigjur pikërisht këtyre pyetjeve, sepse një filozof francez pikërisht ngriti këtë çështje, që i bie që nuk do jetë Zoti, thotë, se po të jetë Zoti i mirë, si mund të lejojë gjitha këto. Edhe Leibnizi shkruajti libër shumë të madh, dhe quhet theodise, në fjalë justifikimi i perëndis, nga greqishtja theos për Zotin, dhe që drejtësia. Në këtë libër ai mundohet ta shpjegoj për t'u përgjigjur, për t'u justifikuar, si thosh, për ta shfaqsuar perëndin. Në kuptimin fetar shikohet në një formë akoma më të thellë. E keqja, çfarë është e keqja? Sa aty është problemi, pse është e keqja? E keqja në teologjinë e krishterë nuk shikohet si ka substancë. Është deformimi i të mirës. Porque e keqja thellë nuk ekziston. Është e mira që është deformuar. Dhe deformimi i të mirës erdhi si pasojë e vullnetit të lirë të njerëzve. Ne jetojmë në kohë dhe në hapësirë, edhe për ne për shembull duket shumë gjatë. Për Perëndin shikohet me sy tjetër. Tek Zoti s'ka as të shkuar, as të ardhme. Është një tashme e përgjithshme. Ajo që mund të na duket në një kohë pafund mund të jetë shumë e shkurtër. Fraksion sekundi. E keqja vjen pikërisht nga deformimi që bëri njeriu. Njeriu duke u larguar nga esenca e të mirës, prandaj dhe për të qenë i mirë në kuptimin e krishterë nuk është vetëm në planin etik, që mirë është jemi të mirë. Është në planin ontologjik të qenies tonë, duke mos qenë të mirë, jemi ne që paksohemi si njerëz. Kështu që etika është shumë e rëndësishme sepse varet dhe qenia jonë nga kjo gjë. Me qenë se njerëzit do doj kohë të shpjegosh për shembull rënien e njeriu, të shkëputjen nga gjë, po siç e shikon kisha këtë të keqen. Nuk është se e bën Zoti. Nuk e solli vdekjen Zoti, e sollëm ne që u shkëputëm nga jeta. E sollën njerëzit. Dhe gjithë kjo histori tani është një proces rikuperimi. Padyshim që është me dhimbje. Nuk mund të flas për raste të veçanta, që të them pse i ndodh këtij personi, sepse si ndodh atij, është gjithmonë një mister. Edhe shpjegimi mund të jetë sipas dhe nivelit të besimit të njerëzve. Nuk mund të thuash një prindi sa ka humbur jetën, që thosh është për të mirën e tij kjo gjë. S'mund të themi këto gjëra. Ka disa kufi që ndoshta përgjigja më e ditur është thjeshtësh. Është një shprehje që është në Agustinit. Thotë ka disa pyetje që përgjigja më e ditur është të thuash nuk e di. Eksakt. Kështu që dhe këto janë të kufi që është shumë vështirë t'ia shpjegosh një njeriu që pse ndodhe ai gjë. Është më tepër një proces që duhet ndodhi edhe brenda tij. Po fjalë ngushëlluese gjithmonë mund të jepen. Dhe në çaste qetësie mund të shpjegojnë akoma edhe më shumë. Se më ka ndodhur shpesh herë me njerëz që kanë humbur fëmijën, edhe besimtarë që kanë humbur fëmijën, mund të kalojnë dhe ata një krizë. Po dhe thonë çfarë bëra unë, pse Zoti më bëri më këtë gjë, për shembull. Gjithmonë ndodhin këto. E kjo kërkon një kohë rehabilitimi dhe ngushëllimi. Ajo që
mundohem të them edhe klerikëve dhe është që do një durim e do një kohë. Dhe jo përgjigje të prera, sepse kur njeriu është i lënduar nga ana emocionale, do pak edhe më tepër kujdes. Detyra jonë është për të ndihmuar, sepse pas sa kohësh detyra i kalon kjo gjë. Fillon qetësohet, fillon kupton. Nga herë njerëzit e mund të zemërohet gjithmonë. Po proceset shpirtërore nuk mund t'i klasifikosh si procese kimike ose fizike, se s'dihet se si mund të zhvillohet ai gjë. Gjithmonë duhet kuptuar që është një dimension tjetër. E ky lloj dimensioni tjetër nuk ka po të njëjtat ligje se janë ligjet fizike. Shpeshherë arsyeja jonë nuk mund t'i shpjegoj dot. Është një thënie e famshme në teologjinë e krishterë që thotë Perëndia është mbi arsye, po jo jashtë arsyes. Gjë që do thotë arsyeja jonë na ndihmon për të kuptuar, po deri diku, jo të gjitha. Pjesa tjetër quhet besim. Besimi, siç e përshkruan Shën Pavli, është siguria e gjërave që nuk shihen. Tani unë do bëj edhe një hap tjetër të pa autorizuar, se këtë nuk e di nëse e din të tjerët, po mundësit edhe nga kjo fjala e fundit që sapo cituat, kur ece jakeshim tek rruga Slumshyri, ju e punonit infermier në spitalin psikiatrik. Edhe e kujtoj shumë mirë atë pjesë, se për mua ishte se në përgjithësi për njerëzit që nuk janë afër smundjes psiqike, e cila në faza të caktuara, të njerëz caktuar, faktikisht i alienon komplet njerëzit nga jeta reale dhe të kesh të bësh me të smur tillë është një sfidë shumë e madhe, edhe kur mendon se dikush me cilin ti po flet, në fakt kalon ditën, çdo ditë atje të duket si çudi e madhe, që pse duhet njeriu edhe më kujtohet që ju thoshit të japësh është diçka gjë më e mirë që njeriu mund të bëjë, të japi, sepse jep edhe në ndërkohë pasuron veten në një kuptim tjetër, pra nuk e lë të bësh llëkum që flisim përpara të haj. Mirë po, në tek dhënia ka një moment egoizmi në sensin e kënaqësisë e vetë përmbushjes që t'jep fakti që ti e gëzon tjetrin, pra që ti ushtron një pushtet të dikujt që ka diçka dhe e ndan me tjetrin, por merr mbrapsht i sensin e të qenit i nevojshëm për tjetrin. Ndërkohë që thoshit ju atëherë, të japësh kur tjetri as nuk e di fare se kush je, edhe lëre më pastaj të ketë mirënjohje, se kërkimi i mirënjohjes në dhënie është ka diçka që po jep si borxh. Ka diçka që krijon një raport superioriteti, inferioriteti me tjetrin, me thënë drejtën. Dhe duke ju referuar asaj kohë dhe këtij fakti, të dyja këto lidheshin. Shërbimi në psikiatri ishte në një farë mënyrë palestra, në mungesë të kishës, në mungesë të territorit ku ju mund të ishit prifti që doni të bëheshit, ajo ishte palestra e stërvitjes së shpirtit. Në fakt edhe arsyeja pse shkova atje, kjo ishte. Edhe familja ime
befasuar, u duk si e habitshme që çdo ky djalë i ri që shkon do punoj atje. Por unë besoj që duke parë tani pas shumë kohësh, motivimi fillimisht ishte nga frymëzimi i ungjillit, që do të jepni me shpresën që s'do merrni. Dhe e dyta, kur shkova dhe pash atë realisht, tjetër është ta dëgjosh e tjetër të shohësh realisht, kur shikon si një qenie njerëzore e shkatërruar, padyshim që fillon i dëmshuri dhe i dashuri e madhe për këta njerëz. Dikush duhet i ndihmojë. Po tani pse po ndjes nëse është kështu emocionalisht shqetësuese, po fillimi ishte i vështirë, sigurisht duhet të ketë qenë i vështirë fillimi, apo që në fillim i vështirë ishte gjatë gjithë kohës ajo, por jo, në kuptimin përballja me atë lloj gjendje mos komunikimi, se mos komunikimi është problem. Po. Nuk mund ta themi vështirë, ishte tjetër, isha përgatitur për këtë në një farë forme shpirtërisht, por është tjetër kur përballesh realisht me të. Ajo që ndjeva herën e parë ishte pikërisht kjo dëmshuria e këta njerëz. Sidomos kur ishte edhe dikush që ishim rritur bashkë, dhe kisha 8 vjet në klasë të gjithën, dhe takova atje. Kjo gjë ndoshta më shtyu akoma më tepër për të qëndruar. Edhe kur më përpara më propozuan për të shkuar në ca vende të tjera, më të ashtu, nuk pranova. Më normale për njerëzit nga jashtë, për e parë nga jashtë, duke shumë mirë për të bërë radiolog ose për të bërë, sepse mendova që jo se unë do i shëronja, po të mundoja t'ja lehtësoja pak atë dhimbjen. Është një shërbes që e rëndësishme në jetën e çdo besimtari. Jeta jonë nuk është vetëm e jona. Këto koncepte, për shembull, është jeta ime, bëj çfarë dua, më duken pak, nuk them qesharake, po pak si të lehta. Po se ka, unë ndjek për shkak të një miku tim, Alistair Campbellit, që është shumë i angazhuar në luftën për të normalizuar raportin mes qytetërimit ton dhe të sëmurit mendor, se ka një paragjykim të madh, ka një refuzim të madh të qytetërimi, po themi, i zhvilluar perëndimor, ka një problem të madh me sëmundje mendore. Po, mendja është gjithmonë gjëja më e rëndësishme e njeriut. Vazhdimisht njerëzit thonë, Zot na ruaj mend. Të gjitha sëmundjet janë të vështira. Se thonë dhe atë, kur Zoti do të merr mend keq të merr mendin. Tani këta njerëz që ne nuk mund të shpjegojmë dot pse i ndodh dikujt, pse si ndodh dikujt tjetër. Nuk mund të. Këta njerëz duan një ndihmës. Duhen ndihmojnë. Nëse ja fëmijë ynë është në vështirësi, do ndihmosh. Ka disa lloje vështirësish, ka vështirësi varfërie, që do mundosh ta ndihmosh. Ka një varfëri shpirtërore që përsëri mirë është ta ndihmosh. Ka dhe një dimension tjetër, siç është problemet e shëndetit mendor, të cilët kërkojnë dhe shumë durim, sepse ti nuk do kesh atë feedbackun që ti do i bësh diçka, edhe ai do thotë shumë faleminderit. Jo, mund godasi. Ti mund të sjellësh ushqimin, e mund të hedhë ushqimin në fytyrë. Dhe njerëzit që punojnë atje, zakonisht është mirë që dhe trajnohen, të kuptojnë këtë gjë. Mos presin atë jap diçka unë dhe ato do sjellin një falënderim. Do mos bëhen ata problemi kryesor i spitalit. Se nganjëherë ndodh kjo gjë. Po, patjetër. Dhe sidomos kur rri një kohë gjatë. Se muajin e parë për shkak gjithë njerëzit mund të shërbejnë me devotshmëri, se kanë dëmshurinë, por kalon një kohë gjatë, pastaj filloi mersi personale. Ai të më shaj mua, thotë, se përpiqesh ti të bindesh, po nuk po të shan ty, ai është i smur, nuk e ka me ty. Po duke ndetur gjatë, ndodh ky problem. Prandaj dhe do i trajnim të vazhdueshëm tek ato njerëz, e ndoshta jo të gjithë mund ta kenë mund ta përballojnë atë shërbimin atje, se është një shërbim i vështirë çdo ditë. Por thellë, edhe tek ata ka mbetur ajo brenda, edhe në sëmundjet më të rënda, mbetet ajo njerëzorja brenda. E ndjejnë dhe ata i do apo nuk i do. Dhe shpeshherë qetësia më e madhe që mund t'i qetësonjë ato kur kuptonin që i donjë. Edhe kjo ishte një ndihmë shumë e madhe. Kur isha në atë kohën atje, zakonisht
vetë isha kundra këtyre trajtimeve pak tegra, që ishin me elektroshoke, me këto gjërat. I thonja sa herë dhe atyre mjekëve që lere pak, do rrimet e unë mund të qetësohet edhe pak këtë. Nuk është vetëm thjesht me një trajtim të egër, ata ka nevojë edhe për një dëmshuri, ka nevojë për një të duash, ka nevojë të respektosh, sepse ka çaste që vinë dhe ata, dal nga dal, kalojnë nga ajo faza, dhe e mbajnë mend, shpeshherë edhe ata që mënyrën se si janë sjellur, si janë bërë, dhe shpirti i tyre është rënditur, mendja e tyre është e rënditur, dhe kërkon një shërbim jo vetëm të kualifikuar, por edhe një shërbim që atë që them unë duhet t'i duash. E dallon njeriu. Madje jo njeriu, po dhe kafshët e dallojnë, dhe qeni e dallon, kur e do ose nuk e do. Jo njeriu që është shumë më tepër se sa ajo gjë. Por kërkon tek njerëzit që shërbejnë, dhe jam kohë shpeshherë kanë qenë murgesha që shërbejnë për këto, kanë qenë njerëz lidhur me besimin, pikërisht për këtë gjë, që mos ta ndalin dashurinë e tyre nga lodhja. Se lodhen, një kohë gjatë mund të lodhen me to, kërkon një durim shumë të madh. Ashtu si Zoti është i duruar me ne. Një herë, 2 herë, 3 herë, 2 vjet prapë është i duruar. Durimi është një virtut shumë i madh. Po durimi gjithmonë mbahet nga dëmshuria, dashuria. Pse prindi është i duruar me fëmin? Sepse e do. Nëse dashuria është e pakët, nuk kemi të duruar me njëri tjetrin. Dhe arsyeja që shkova për të shërbyer aty ishte pikërisht kjo gjë. Mi më thatë shumë mirë për ta palestrën, sepse s'kishte mënyrë tjetër. Dhe kur kam biseduar, që do me Petro Zhen, biseduam gjatë, dhe bashkuam biles takuam drejtorin psikiatri. Aty ndoshta në fillim mund t'ju duket çuditshme, po pranoj. Dhe gjatë kohës ka qenë një mbështetje shumë e madhe për mua drejtori, e kuptonte mënyrën pse isha unë atje dhe madje edhe më ka mbrojtur në 2 raste kur kjo gjë mund përbënte një rrezik. Kështu që kjo ishte arsyeja për të shkuar për të shërbyer njerëzve. Siç kanë shkuar në historinë e krishterërimit shumë njerëz që shërbejnë leprozëve, ku shumë pak njerëz mund të shkojnë, sepse është e rrezikshme. Por Perëndia na mbrojti, për mua ishte një eksperiencë shumë e thellë, po shumë e dhimbshme. Shoh vuajtjen njerëzore është të zhveshur nga çdo gjë, shumë e dhimbshme. Por dhe sot ata njerëz duan kujdes, s'mund të braktisën. Nëse njerëzimi është një familje njerëzore e përbashkët, nuk mund të braktisën. Edhe një antar i familjes tonë mund të ketë probleme të tilla, s'mund ta braktisin. Do t'i qëndrojnë pranë. E ky është solidariteti njerëzor. Dhe pa këtë solidaritet nuk mund të mbahet asgjë. Me të drejtë, më duket se Albert Camus ka thënë që nuk janë 3 ato, liberté, fraternité, égalité. Thotë këto nuk mund të qëndrojnë dot bashkë, po mos jetë solidariteti, sepse liria me barazin nuk qëndrojnë bashkë. Duhet solidariteti që t'i mbajë këto të gjitha bashkë. Edhe familja njerëzore, ta mbajnë bashkë duhet ky solidaritet, që shpeshherë vjen i frymëzuar nga Perëndia.